Ceremonia për funeralin e Papa Franceskut nisi sot në orën 10 të mëngjesit me orën lokale dhe drejtohej nga kardinali Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve. Papa Francesku ndërroi jetë më 22 prill në moshën 88 vjeçare. Arkivoli prej Druri me trupin e tij është transportuar nga Bazilika e Shën Pjetrit në sheshin e Shën Pjetrit. Papa Francesku kërkoi që të mos varrosej në 3 arkivole, por vetëm në një arkivol të thjeshtë prej Druri. Autoritetet e Vatikanit thanë se rreth 200.000 njerëz u mblodhën për funeralin e Papa Franceskut, i cili shërbeu për më shumë se një dekadë si drejtues i Kishës Katolike. Gjithashtu figura të njohura nga mbar bota janë mbledhur për të përshëndetur për herë të fundit një nga papët më të dashur të shekullit. Në ceremoni janë të pranishëm mbi 130 delegacione ndërkombëtare, përfshirë rreth 50 kryetarë shtetesh dhe 12 monark. Ndër figurat kryesore janë presidenti amerikan Trump, princi William i Mbretërisë së Bashkuar, presidenti i Ukrainës Zelensky, si dhe përfaqësues të lartë nga Franca, Gjermania, Argjentina dhe Filipinat. Nga Shqipëria morën pjesë presidenti Begaj me bashkëshorten, ministri Hasani, ministri Apirdenji, ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan Majlinda Frangaj, si dhe drejtuesit e komuniteteve fetare. Mesha varrimit të Papa Franceskut nisi me antifonin e hyrjes, një përzgjedhje vargjesh, psalmesh dhe pjesësh të shkrimeve të shenjta që këndohen ose recitohen tradicionalisht. Papa Francesku do të kujtohet për karakterin e tij të thjeshtë, për ulësinë, për kushtimin ndaj të varfërve dhe për thirrjet e tij të vazhdueshme për paqe, drejtësi sociale dhe ruajtjen e mjedisit.